Mbrëm rreth orës 22:30 në punës policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar me urdhër të gjykatës kanë privuar nga liria personin MM 68 vjeç nga Gostivari, i cili ishte në kërkim për të vuajtur dënimin me burg për veprën penale rrezikim të sigurisë së komunikacionit sipas nenit 297 alinea 3 në lidhje me pikën 1 nga Kodi Penal. Ai është dërguar në institucionin penal përmirësues burgu i Tetovës për të vuajtur dënimin. Mbrëm rreth orës 19:10 në Gostivar në punës policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin EA 20 vjeç dhe një 17 vjeçar të dy nga Gostivari, sepse tek ata është i gjetur dhe konfiskuar marijuan. Më vonë me urdhër të gjykatës është kryer bastisje në shtëpinë dhe në ambientet ndihmëse të miturit, me që rast u gjetën dhe u konfiskuan marijuan, një peshore digjitale dhe sende të tjera për të cilat ekziston dyshimi se rrjedhin nga vepra penale. Ata janë mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 13:20 në fshatin Stençe të Tetovës, në rrugën për në fshatin Gurgunic, në punës policor nga Departamenti Policor Zherovian, kanë privuar nga liria personat SN 75 vjeç, CD 51, të dy nga Tetova dhe VA 64 vjeç nga Gostivari. Ata u gjetën me pushk gjuetie dhe pa leje përkatëse për gjueti në atë zonë, gjithsesi në periudhën kur gjuetia nuk është e lejuar. Ata janë mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tyre do të vijojnë para shtresa përkatëse. Dje rreth orës 16:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, SB 34 vjeç nga fshati Singeliçi Shkupit ka denoncuar se në hyrje të fshatit Grupçin është sulmuar fizikisht nga SH nga fshati Arnaçi dhe një person tjetër, të cilët i kanë dëmtuar edhe automjetin, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit.